ndërkombëtare, Shqipërim Pula, një si marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirë se veni, zotri Pula, do të filloj me ju. Kemi para të çfarë ndodhi edhe reagimin e Bashkimit Evropian nga ajo vizitë e Vučićit në Moskë, ishte paralajmëruar se do të shkojë, se keni parë personalisht dhe gjithë këtë lojën e dyfish, nëse mund ta quajmë, të Vučićit edhe me Bashkimin Evropian edhe me Rusinë. Republika Kosovës, si shtet civil, është i kërcënuar në vazhdimsi nga shteti ortodoks serb dhe dihet fare mirë në historikun e saj të krijimit, në veçanti që nga shekulli 19 kur është formsuar ideja e kombit politik dhe e forcuar gjatë shekullit 20. Serbia është krijesë artificiale e Rusisë, e ndihmuar jashtëzakonisht shumë nga kisha ortodokse dhe prandaj është kisha ajo që e ndihmon apo është agitatori politik që ndihmon shtetin serb dhe njëkohësisht e njëjta gjë vlen edhe në Rusi dhe natyrisht që shkuarja në Rusi është jo për të habitur në kuptimin e marrëdhënieve që kanë, por është për të habitur në kuptimin e një reagimi shumë të dobët nga ana e Brukselit zyrtar, për faktin se Serbia tashmë ndjek dy rrugë paralele, pra kemi dy lloj Serbi, njëra e cila paraqitet në Bruksel me mëtimin për antarësim në Unionin Evropian dhe në anën tjetër ajo e cila respekton të kaluarën shekullore në lidhjet e saj historike, kishtare dhe shtetërore me Rusinë. Prandaj në këtë kuptim edhe udhëheqësit e institucioneve të Unionit Evropian prej shumë vitesh tashmë duket se e kanë lexuar situatën kapimisht, duket se kanë besuar në figura politike të gabuara në Serbinë zyrtare, për faktin se kemi një lider i cili është kontrovers përsa i takon ndjekjes së rrugës antarësimit qoftë në Unionin Evropian apo edhe në NATO. Prandaj në këtë kuptim ne duhet të presim nëse vërtet do të ketë në ditët në vijim apo javët në vijim ndonjë reagim më të ashpër, e cili reagim mund të jetë edhe me masat e caktuara kundrejt Serbisë, të paktën për të mos lejuar vazhdimin e bisedimeve për kapituit. Është përmendur çështja e ndikimit në rrugën e integrimit evropian për Serbinë. A konsideroni se ka qenë thjesht retorik e Bashkimit Evropian që është e shpesht, apo mund të ketë me të vërtet veprime? Besoj ju e dini ose u kujtohet që në 3 vitet e fundit Aleksandr Vulin ka qenë të paktën 2 herë në vizita zyrtare në Moskë dhe natyrisht që ai ka qenë i dërguar i presidentit serb, pra kësaj radhe presidenti serb me udhëtimin e tij drejt Moskës dhe pikërisht për ta kremtuar ditën në kombëtare kundrejt fitores të fashizmit atje, tregon qartazi që Unioni Evropian ka qenë jashtëzakonisht jo këmbgulës për të imponu një politik të caktuar kundrejt Beogradit zyrtar. Ju e dini po ashtu që është Bielorusia dhe Serbia ajo e cila ka refuzuar sanksionet kundrejt Federatës Ruse, duke përjashtuar Bielorusinë për shkak të angazhimit të saj dhe ndihmësës së madhe që jep Federatës Ruse, por meqense se Serbinë e kemi në një proces të bisedimeve për kapitull dhe të antarësimit të saj, atëherë ajo për 17 herë radhazi formalisht ka refuzuar kërkesat e Brukselit për të bërë pjesë e sanksionimit kundrejt Federatës Ruse dhe kjo i është lejuar, madje jo vetëm se i është lejuar, por i janë dhënë edhe të shumta mundësi financiare për ta, le të themi, për ta joshur qoftë financiarisht, qoftë me trysnin kundrejt Kosovës për të vazhduar dialogun, e që dialog i cili i ka shërbyer shumë Serbisë për të arritur qëllimin e saj, nëse vërtet është serioz në qëllimin e saj, por që veprimet tregojnë diçka që është vërtet shqetësuese në kuptim të gjendjes që paraqet në rajonin ton, por edhe lajkave që i bën Bruksel zyrtare, që Bruksel zyrtar fatkeqësisht reagimet i ka shumë të vobekta.